Horoskopi ditor e shtunë 11 tetor 2025. Dashi, jeta juaj në çift do të jetë shumë monotone gjatë kësaj dite. Gjithçka do vazhdojë si gjithmonë dhe nuk do përjetoni ndonjë emocion të veçantë. Beqarët do afrohen mjaft me një person shumë të veçantë dhe me një botë të çmuar. Në planin financiar do keni probleme nëse nuk e shtrëngoni paksa rripin e shpenzimeve. Mundohuni të mendoni edhe për të ardhmen. Demi, marrëdhënia në çift nuk do jetë as pak e mirë gjatë kësaj dite. Do i mbani për brenda ndjenjat dhe partneri do mendojë se ju nuk e dashuroni më. Kujdes, sepse mund të vinë edhe tradhti. Beqarët do kenë sërish të vështirë të krijojnë një lidhje edhe pse nuk do ndalen së kërkuari. Situata financiare do ketë ndryshime pozitive, fal një shpërblimi që do merrni në punë. Binjakët, do jeni shumë ambicioz gjatë kësaj dite juve që jeni në një lidhje dhe do kërkoni nga partneri gjëra të pamundura. Kujdes, sepse situata në një moment mund të dalë tërësisht jashtë kontrollit. Beqarët më mirë t'i marrin gjëra shtruar dhe të mos kërkojnë me ngulm krijimin e një lidhjeje. Gjendja financiare nuk do jetë e shkëlqyer, por as delikate. Gaforja, ditët e këndshme dhe as pak problematike, kjo është sotme për të dashmuruarit. Do ndiheni mirë dhe do kaloni momente të këndshme pranë partnerit. Beqarët do kenë mundësi për lidhje, por ato mund të sjellin telashe dhe vuajtje. Sektori i financave do jetë gjatë gjithë kohës i mbrojtur. Yjet do ju nxitin të hiqni dorë edhe nga shpenzimet e tepruara. Luani, Venusi do ju nxitë të kërkoni gjithnjë më shumë nga partneri juaj sot. Kjo mund të sjellë disa debate me të dhe mund t'ju largojë edhe më tepër nga njëri tjetri. Beqarët do jenë në humor dhe plot energji, edhe me statusin që kanë, do kalojnë një ditë pozitive. Në planin financiar, pas një periudhe delikate, do ju rikthehet fati. Kjo do ju bëjë të ndiheni më të qetë. Virgjëresha, ditë harmonike dhe premtuese kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Duke njohur mirë pikat e dobta të partnerit, do e bëni atë të ndihet sa më i dëshiruar. Beqarët do hezitojnë të pranojnë ftesa dhe shpesh do mbyllen në vetvete. Financat do i menaxhoni me kujdes dhe nuk do keni as problemin më të vogël. Mund të hiqni edhe disa para manjan. Peshorja, sensualitet, ndjenja dhe emocione pafund do ketë gjatë gjithë kësaj dite për çiftet. Shfrytëzojeni çdo sekond kur të jeni pranë atij që dashuroni. Beqarët do vazhdojnë ende të jenë në kërkim të personit ideal, i cili duket se nuk ka për të ardhur as sot. Me shpenzimet nuk do bëni as pak kujdes dhe situata mund të ndalikohet tej mase. Kujdes. Akrepi, yjet do ju mbrojnë sot nga zhgënjimet në jetën tuaj në çift dhe do kaloni një ditë me pozitive së dje. Shfrytëzojeni deri në maksimum. Beqarët nuk duhet t'ju besojnë disa personave që do kërkojnë t'i nxjerrin në për takime. Nuk keni arritur ende në gjendjen që të jeni të tjerët, që të mendojnë për ju. Maturi dhe vetëm maturi në planin financiar. Vetëm kështu do i mbani larg vështirësitë. Shigjetari, do kujtoni gjithë problemet që keni patur në çift kohët e fundit dhe shpeshherë mërzia do ju kaplojë. Asgjë nuk ka për të shkuar si që kishit menduar, duke qenë se dhe partneri do jeti ngarkuar me punë. Beqarët do kenë më të lehtë të flirtojnë dhe të tërheqin persona pas vetes. Në planin financiar, duhet të bëni çmos që të rezistoni tundimit për shpenzime. Britsjapi, Urani do krijojë një ambient të ngrohtë në çift dhe do keni mundësi të dashuroheni ashtu si e ndjeni. Surprizat nga partneri gjithashtu nuk do mungojnë. Beqarët do afrohen më tepër me një person që kanë kohë që e njohin, por që janë stepur të hedhin hapa më tej. Gjendja financiare do lërë për të dëshiruar. Merrni masa që situata mos përkeqësohet edhe më shumë. Ujori, pasioni në çift do jetë i zjarrt gjatë kësaj dite dhe emocionet do jenë akoma më të mëdha nga sa kishit menduar. Edhe ata që mundohen të prishin punë nuk do e arrijnë dot. Beqarët më mirë mos tentojnë të krijojnë një lidhje, sepse më shumë do lëndohen se sa do ndihen mirë. Për të përmirësuar financat, nuk duhet të luani lojra fati. Peshqit, mos lejoni që rutina ta pushtojë lidhjen tuaj gjatë kësaj dite.
sepse do keni të vështirë të dilni nga atmosfera e zymt. Shtojeni dozat e fantazisë dhe provoni eksperiencë të reja. Beqarët do dashurohen me një person më të vogël se vetja. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë, kështu që nuk do realizoni dot investimet e menduara.